Tani kuptova. Situata është tepër delikate dhe dramatike, me aludime dhe tension social, ku disa persona janë përfshirë në akuza ose gjeste që të tjerët i vërejnë dhe gjykojnë. Mund të shkruajmë një shkrim të gjatë që e përshkruan këtë situatë pa u futur në gjuhë të papërshtatshme, por duke reflektuar tensionin, shqetësimin dhe dramën që krijohet. Një version të gjatë, situata që po ndodhte ishte e rëndë dhe e tensionuar. Aludimet qarkullonin me shpejtësi dhe çdo lëvizje e Klodit dhe lëndrimit nuk kalonte pa u vërejtur. Ndonjëherë dukeshin sikur po luanin me kufit e rrezikut, me sjellje që nuk mund të mbeteshin pa u komentuar. Dhe aty ishte Alba, që nuk e fsheu shqetësimin dhe ndjesinë e çuditshme që i krijonin ato veprime, duke u shprehur hapur para të gjithëve, pa e fshehur as pak, në një ambient ku çdo gest merrte një rëndësi të madhe. Duket se gjithçka po vlerësohej, analizohej dhe interpretohej nga të tjerët. Çdo shikim, çdo prekje, çdo buzëqeshje merrte një kuptim të dyshim. Të gjithë ndjenin tensionin, një farë presioni social që nuk ishte lehtë të përballohej. Nuk ishte thjesht kuriozitet, ishte shqetësim, një ndjenjë që veprimet e disa individëve mund të ndikojnë mbi reputacionin, moralin dhe ndjeshmërinë e të gjithëve në atë ambient, çdo hap i Klodit dhe lëndrimit duke i matur. Por gjithsesi duke krijuar një atmosferë të rënduar. Alba nuk u tërhoq, ajo e shprehu menjëherë ndjesinë e saj, duke i bërë të tjerët të ndjenin se veprimet e tyre nuk mund të shikonin vetëm si diçka normale ose të papërfillshme. Çdo detaj ishte i rëndësishëm, mënyra si ata komunikonin, si lëviznin, si u përgjigjeshin shikimeve të tjerëve. Një pjesë e situatës u duk si një lojë pushteti, një provë e heshtur e kufive të respektit dhe etikës në ambient, atmosfera ishte e ngarkuar dhe e pasigurt. Banorët ndjenin se çdo veprim, qoftë edhe ai më i vogli, mund të interpretohej në mënyra të ndryshme. Çdo njeri që e vëzhgonte situatën, ndjente tensionin dhe shqetësimin.